Jeta e Ilaria Sullos u nda në mes në moshën 22 vjeçare pasi ishi dashur e vrau në mënyrë më kriminale. Nëna e së djeres Gëzime Sula thotë se e kishte kuptuar që mesazhet që kishte marrë nga telefoni i së bijes kur u zhduk nuk i kishte shkruar ajo. Sipas saj, Ilaria ishte mësuar që të bënte video thirrje dhe të mos përdorte mesazhe të thjeshta. Menjëherë kuptova që diçka nuk shkonte. Më pas fola me miq që jetonin me të dhe së bashku me bashkëshortin vendosëm të denoncoj menjëherë zhdukjen e saj. E di që hetimet çua menjëherë te djalë me të cilën Ilaria kishte dalë në të kaluarën, por ne dim pak për të, u shpreh nëna për mediat në Itali. Në shok për të ngjarje të rëndë është edhe vëllai i saj, 20 vjeçar, i cili ka treguar se motra i është dukur e qetë dhe nuk i kishte treguar pas një problem. Me Ilaria fola për herë të fundit 2 javë më parë sepse ajo erdhi të na vizitoj. Ajo ishte e qetë dhe nuk më tregoi për asnjë problem. Pastaj vetëm mesazhe, por nuk jam i sigurt që kishte shkruar ajo. E njihja atë person, ishin bashkë për 1 viti, por ishin ndarë prej kohësh, shpreh ai, por në një intervistë për mediat në Itali.